kur ndëgjojmë shpeshherë ngritjen e alarmeve të caktuara për ngrohjen globale, për pasojat të cilat mund të jenë, për ngritjen e, po themi, të substancave të caktuara në kozmos, për një lloj plakje të diellit, një lloj, domthonë ato të cilat shpeshherë ose ka pas kohë i ndëgjojmë, neve po themi ne si besimtar na kthehet një ajet kuranor në mendjen tonë, i cili është i përgjithshëm, por mund të kuptohet në këtë pjesë për shkak të rëndësisë që ka. Ku Allahu xhalla shanu thot: "La tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Mos shkatroni tokën, mos e prishni ata, mos Allahu xhalla shanu e ka rregullu edhe e ka ndrejtë ata dhe ka permisu. Kjo jetë sigurisht se kuptimi i parë është aspekti i rregullimit të besimit. Normave të besimit, të moraleve, të sjelljeve, të edukatave e kështu me radhë që njerëzit u lehtësojnë jetën, apo në aspekti shpirtëror, aspekti i që njeriu merret me ta. Por nuk e përjashton as në rrethon edhe aspektin tjetër, aspektin e fesatit dhe aspektin e shkatrimit të tokës si rezultat i veprimeve tona. Andaj, për shembull, nëse ne sot ndëgjojmë këto alarme të cilat ngriten, po, për shkak të metimit të madh të gazrave, të beturinave, të mjeteve kështu me radhë. Allahu subhanahu wa taala para 1500 viteve ka zbrit pejgamberit alsam, kur po themi në atë kohë, apo në atë kohë nuk ka mund të paramendohen për shembull zhvillimet e tilla. Por Islami i ka parapri zhvillimeve të caktuara dhe veprimeve të njeriu ende pa ndodha ato. Dhe e ka vetëdijsu, e ka ngrit nivelin e kujdesit, e ka ngrit nivelin e domethënë të përgjegjësisë që njeriu duhet ta ketë dhe e bartë në veten e tij, ende pa pas mundësitë e fesatit të shkatrimit të caktuar. Ande ka qenë një nga dietarët vonshëm që ka vdek, edhe thuhet se domethënë tregon një nga nxënësat e tij në shpjegimin e këtij ajeti kuranor. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Mos bani fesad, mos shkatroni në tokë, masi Allahu xhalla shanuhu e ka rregulluar ata dhe e ka bërë të përshtatshme ata, qoftë nga aspekti i besimit, qoftë nga aspekti i të jetuarit, thotë mas namazit të akşamit ka filluar me lexu këtë ajet kuranor, edhe nuk ka pas mundësi, domethënë nga pesha e përgjegjësisë, që ky ajet kuranor e bart në veten e tij, thotë edhe e ka nxënë namazi i yatsis pa pas mundësi me shpjegu diçka nga ky ajet. Nga barra e madhe dhe përgjegjësia e madhe, dhe pesha e madhe, nga se ai i cili e prish tokën në besim, çdo kush që do të e psoj apo besimin e devijuar si rezultati i tij ai ka barr. Çdo kush që bën fesat dhe shkatrim në tokë në aspektin e të jetuarit të njerëzve, e njerëzit që vinë vuajnë për shkak të veprimeve të tij, ai ka me pas përgjegjësi.